Zoti Islami, së fundmi në media, por edhe nga deklaratat e kreut Partisë Demokratike Sali Berisha është bërë ditur se prokurori i çështjes së Belinda Ballukut, Dritan Prençi, është kërcënuar dhe është marrë në mbrojtje dhe është shtuar dhe numri i bodyguardëve. Ju si e cilësoni këtë pjesë sa i përket SPAK-ut, apo vjet SPAK-u nën kërcënime, nën presione të ndryshme? Mashtrimi. Po pse është mashtrim? Sepse po u kërcënua një prokuror, do thotë kush e ka kërcënuar, kur e kërcënoi, çmasa u morën, ku ndodh ky kur u kërcënua, me çfarë kërcënuar, me telefon, fizikisht, ball për ball, çan këto çon. Me Berisha thotë që Rama e ka kërcënuar përmes telefonit. Po akoma besoni Berishin ju? Po tani Berisha disa gjëra dhe ka të vërteta. Unë Berishin nuk e besoj as kur thot që uji është H2O, ka formulën H2O. Dakor, po kur Berisha thoshte që fluturojnë avionët me drogë, këta thoshin po hedhin ilaç për mushkonjat. Po ato i dinte Berisha se i kishte bërë dhe vet, po të na thot Po pra, në këtë rast. Të lutem, u kërcënuan përmjet telefonit, dalë çik se po na bëj bulloleta në këta. Apo jo? Po ne po i referohemi deklaratës së një kreut partisë më të madhe opozitare në vend. Jo, s'është më parti, dhe s'ka me opozit, harrojeni. Po mirë, qëndrojmë te pjesa e prokurorit dhe Belinda Ballukut, se cili telefon, dëgjoj, shteti ka dëgjoj se po më ndërpret dhe nuk më lë të çoj mendimin tim deri në fund. Zotëri, kur dikush kërcënohet me një telefon gjendet për 10 minuta. Kush është autori dhe personi që ka përdorur telefonit? Çan këto me këtë hallet ai. Ju dhim s'ka tani Dritan Prençi Sali Berishës, deri dje s'ka lënë gjë pa thënë për SPAK-un, tani i dhim se i merr në mbrojtje. Zoti Islami, si e shikoni fatin e Belinda Ballukut? Çfarë e pret atë tashmë, pasi ju thatë që në momentin që është marrë pandehur, ajo do të duhej që të ishin vendosur prangat ashtu siç ndodhi edhe në rastin e Erion Veliajt? Varet çfarë është biseduar me delegacionin amerikan para 3 ditësh. Ne nuk e dim. Ne nuk na thuhet as informacion. Se ne s'dim çka bër praktikisht. Ideja është nëse do të shikojmë të gjitha investigimet, por edhe raportimet në media, por edhe denoncimet e opozitës, ajo akuzohet për shkelje të barazisë në tendera. Qoftë edhe nga SPAK-u si akuzë zyrtare. Pra, lufta që akuza që ka vetëm për tendera, si ka për miliardat e popullit që ikin në xhep atyre. Kjo është akuza. Do po akuzohet kaq, do bëj 2 vjet burka e mirëpafshim. Edhe do shijoj miliardat e vjedhura nga xhepat tanë. Megjithatë, ajo nuk është se duket shumë në optimista ose në formë, po themi, pavarësisht se qeshte para kamerave kur doli nga SPAK-u. Ajo është një qeshje cinike, është një qeshur e një njeriu që i shikon njerëzit nga lart poshtë, nga pozitat e forcës, të pushtetit. Ajo qeshje është një tallje e opinionit publik shqiptar, e mediave dhe të njerëzve që shikojnë. Zotëri, edhe njerëz i dhan shumë hapësirë asaj zonjës. Ajo pra të zonjës ka si të dhënë zyrtare se përse akuzohet. Të tëra janë hamëdëshime dhe muhabete kapenesh nga media. Nuk ka gjë konkrete, nuk ka akuzë konkrete, kaq. Zoti Islami, bët fjalë për akuzën zyrtare të SPAK-ut, nëse e keni lexuar, i cili është marrë konkretisht me rastin e tunelit të Llogaras, ku e akuzon Belinda Ballukun për shkelje të barazisë në tendera. Domethënë nuk janë llafe kafenesh, është njoftimi zyrtar i SPAK-ut. Vetëm për këtë. Pra, është akuzuar për letra, jo për parat. Nuk është akuzuar ku janë 100 milion euro të vjedhura. Pra atë të akuzoje, pra na e quaj një vrim në ujë. E quaj një hiç. Po ndoshta ky është vetëm fillimi për të shkuar tek aferat e tjera. Ne nuk flasim me ndofta. Ne flasim me fakte dhe me prova. Duke marrë logjikën dhe mënyrën se si operon SPAK-u. Tani dhe një herë. Unë nuk mund të gjykoj dhe nuk mund të jap mendim se si punon dhe çfarë duhet të bëjë SPAK-u. Unë di këtë, që kam dëgjuar që ajo akuzohet për 100 milion euro të vjedhura në tenderin në tunelin e Llogaras,
për miliona të tjera të vjedhura në për rrugët e Shqipërisë, jo kashari më të thash, zotëri, do të flasim ndonjëherë me fakte ne këtu në Shqipëri apo jo? Se fakte deri tani kemi vetëm diskutime dhe zhurmë letrash. Është marrëveshja korruptive, antikombëtare, kriminale e Sali Berishës me Edi Ramën dhe me ekipin, me të dy ekipeve, që të mos dënohet askush dhe të ruajnë parat, të majnë parat e vjedhura, të shpëtojnë parat e vjedhura. Kjo është e vërteta, zotëri. Të kalojmë pak te rasti Erion Veliajt, i cili u përball në gjykatën kushtetuese ku kërkoi anulimin e shkarkimit të tij nga Këshilli Bashkiak dhe më pas të dekretit të presidentit. Dhe në fjalën e tij ai akuzoi indirekt qoftë bashkëpunëtorët e tij, por edhe kryeministrin Edi Rama. Në këtë rast Veliaj apo përpiqet të dalë kundër Ramës, ta sulmoj dhe ta demaskoj atë, apo tashmë është i mbaruar politikisht dhe juridikisht nga ana tjetër? Shiko, këta janë një parti që asnjëherë nuk pranojnë drejtësinë dhe gjykimin e drejtësisë. Këta bëjnë gjyqjet e partisë dhe sipas gjyqjet të partisë, varet se çfarë vendim ka marrë padrinua, çfarë vendimi ka marrë Karagjozi, që drejton shtetin shqiptar sot për fat keq, Edi Rama. Ai të keqen e ka nga Edi Rama, nuk e ka nga kurkush tjetër. Dhe nëse ai nuk flet, nuk thot të vërtetën, ai patjetër që do shkoj shumë thellë në krimin që ka bërë, në vjedhjen që ka bërë dhe në dënimin që do marrë nga drejtësia, në qoftë se drejtësia i ka provat në dorë dhe me ato e akuzon. Lidhur me ankesën që bëri gjykata kushtetuese, është thjesht loj manovër që bën Edi Rama nëpërmjet njerëzve të tij në gjykatën kushtetuese, që janë qytetar pjesë e nomenklaturës dhe kërkojnë që të hedhë syve njerëzve që shikojnë se tani kjo punë do zgjidhet nga gjykata kushtetuese etj etj. Zotëri, Erion Veliaj o akuzohet o nuk akuzohet. Kaq. Spaku të dalë këto, përse akuzohet dhe çfarë ka bërë. Ose të vazhdoj punën edhe të mos merrem me momente se po japim hapësirë, harxojmë kohën televizive kot me njerëz që në fund të fundit tallen me neve dhe na shikojnë, ne flasim ata qeshin. Këta janë eksponentët kryesor të partive politike dhe të qeverisë, dhe me këta do merremi se s'kemi tjetër. Në rregull, po merremi vërtet, po s'kemi gjë në dorë për ta. S'kemi asnjë fakt, asnjë provë. Mirë, në fjalën kemi në dorë, nuk kemi pushtet tjetër. Po fjalën e kemi, do ta themi atëherë kur kemi diçka për të thënë dhe kur kemi një provë. Patjetër, pikërisht prandaj ta përmenda edhe rastin e Spakut që është njoftim zyrtar, sa i përket rastit të Belinda Ballukut. Ndërkohë vet Veliaj në gjykatën kushtetuese lart kuptohet që në qelitha kap një USB që ma kanë dhënë avokatët, duke nuk kuptuar në një farë mënyrë që ai ka materiale sensitive dhe mjaft të rëndësishme. A mendoni se Veliaj i ka këto materiale kundrejt Edi Ramës dhe ka rrëfyer në Spak sa i përket aferave të kryeministrit? Qa pret që nuk i denoncon, si se marrë vesh? Jam thoni ju, qa pret? Po të ketë, a i bë shantazh, bjen, ose nuk jam banë që të plasi dhe pret mëshirën e shefit të ti, kaq. Pret mëshirën. A ka guxim Erion Veliaj që ta denoncoj publikisht Edi Ramën? Nuk e njoh. Nuk ja njoh burrërin, po këta janë zakonisht këta fjalë s'kan burrëri, këta tipa. Këta janë thjesht marioneta në dorë të shefit.